Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, ka qenë i pranishëm në Ministerialin për Energjinë që është organizuar në Maltëzi. Ministri u shpreh se një problematik që ngritën të gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor në takim është taksa e re e karbonit e implementuar nga Bashkimi Evropian, që nënkupton se çdo prodhim energjie elektrike jo e rinovueshme në vendet e rajonit do të taksohet shtesë nga Bashkimi Evropian. Sipas Karakaçit, kjo është një mundësi shumë e mirë për Shqipërinë që të shfrytëzojë këtë potencial dhe të rrisë investimet për energjinë e rinovueshme. Për sa i përket procesit të Berlinit dhe për sa i përket gjitha masave që shtetet e rajonit të Ballkanit janë duke marrë për parafrimin në Bashkimin Evropian. Ky ishte një forum mjaft i mirë që kishte një bashkëpunim ndërmjet institucioneve financiare ndërkombëtare, ministrive të energjisë, por edhe gjithë aktorëve privat që duan të investojnë në rajon. Edhe një herë u theksua mjaft qartë gjitha politikat mbështetëse që qeveria shqiptare ka bërë për energjinë e rinovueshme. Shqipëria vazhdon të jetë kampion në energjinë e rinovueshme nëpërmjet gjitha skemave mbështetëse të ankandeve, por jo vetëm, edhe investimeve që tashmë kanë marrë jetë, si në rastin e energjisë fotovoltaike, të cilat janë bërë pa mbështetje qeveritare dhe vetëm me iniciativë private. Karakaçi theksoi gjithashtu se kjo politikë e Bashkimit Evropian gjen Shqipërinë shumë të përgatitur dhe në një proces më konkurrues me të gjitha vendet e tjera.